e them në mënyrë të bindur që në raste të veçanta nëse i referohemi zgjedhjeve të vitit 2021, pra rezultatit të vitit 2021, që disa deputet humbën, disa kandidat humbën mandatin, ose nuk e fituan mandatin, për shumë pak vota, atëre këto vota të diasporës pa diskutim që do përktheheshin në disa mandate. Fjala vjen po marr Ardit Qelën në Berat, për pak vota humbi, Elona Guri në Durrës, për pak vota humbi, apo dhe deputet të tjerë të Partisë Demokratike, për pak vota kanë humbur. Nëse Ardit Qela do kishim votimin e diasporës, do ishte deputet sot Ardit Qela. Kështu që në këtë drejtim, duke ju veshur shumatoreve të votave në qarqe, unë besoj që vota e diasporës do jetë përcaktuese, qoftë edhe në pak vota, 90 vota, 20 vota, 100 vota, dhe në këtë drejtim do jetë ndikues në rezultat, ose të paktën në disa mandate që ne në një formulë tjetër nuk do të kishim fare të llogaritura. Dhe kjo është risia e këtyre zgjedhjeve lidhur me diasporën. Pastaj nëse procesi pastaj do ketë probleme, siç kanë nxjerrë DHL-ja, që hajde merre vesh tani kompania më serioze në botë. Këtë nuk arrim ta kuptojmë pastaj. Olli, për ty? Në bindjen time besoj që nuk përbën thjesht vetëm njërisi, por përbën një fitore shumë të madhe në raport me implikimin ose përfshirjen e shqiptarëve kudo që jetojnë në zgjedhjet në Shqipëri, dhe këtë do të konsideroje një fitore të jashtëzakonshme. Ma besoni, e them me shumë sinqeritet, një fitore të jashtëzakonshme. Në një mënyrë apo në një tjetër, diaspora në mënyrë të pjesshme ka qenë pjesë integrale e zgjedhjeve në Shqipëri, vendet si Italia apo Greqia kanë qenë, votuesit kanë qenë gjithnjë të pranishëm, edhe pse kanë ardhur dhe kanë votuar fizikisht, por nga pikpamja tjetër, nga pikpamja e impaktit që diaspora do të ketë në zgjedhjet në Shqipëri, jam disi me një opinion të ndryshëm nga i kolegut Qafoku, sepse sistemi zgjedhor që ne kemi në Shqipëri është pak refraktar në raport me për t'i dhënë peshën e caktuar votës së diasporës. Bie dakord me Landin që disa vota mund të ndikojnë në rezultatin e do të thoja në të pjesshëm, siç mund të ishte rasti i Beratit, që s'ka të bëjë me një individ në vetvete, por ka të bëjë me numrin e vogël të mandateve që kanë këto qarqe. Kjo mund të ndikojë në një qark si Lezhë, mund të ndikojë në një qark si Dibra, mund të ketë një impakt, domethënë në një qark ndoshta jo Gjirokastra, por diçka të ngjashëm, por më besoni që në qarqet e mëdha, me këtë sistem refraktar që kemi ne, pra nuk është një proporcional kombëtar që do të jepte peshën reale, jo thjesht diasporës, por të shqiptarëve, ku do të kishte një impakt shumë herë më të fortë se çfarë do të ketë sot. Më lejoni të bëj një kalkulim shumë të thjeshtë, edhe nga përvoja politike, por dhe nga përvoja zgjedhore. Në Tiranë janë të regjistruar rreth 50.000 shtetas shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë. Në thelbin e tyre këta 50.000 persona prodhojnë rreth 3 mandate. Pra, nëse pra 3 mandate varen nga 52.000 fikse, 431 votues. Këto mandate do të jenë të dedikuara për njërin nga subjektet politike, gjë që praktikisht është pak e vështirë për të ndodhur, sigurisht që do të kishim një ndikim të ndjeshëm. Sepse do të kishim një parti që mund të kishte fjalavend 18 dhe me këto 3 mandate shkonte automatikisht në 21. Por duke bërë një përllogaritje, duke thënë që këto mandate mund të ndahen rreth 50-50, pra 50 me 50, ose mund të shkojnë nga një në partitë respektive ose tradicionale shqiptare dhe ndoshta një